Situata e zjarreve në vendin ton vijon të mbetet nën kontroll, ku përgjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 18 vatra zjarri në 12 bashki: Vlorë, Sarandë, Ksamil, Delvin, Vau i Dejës, Malësi e Madhe, Tiranë, Kavaj, Berat, Kuçovë, Skrapar dhe Elbasan. Sipas asaj që njofton Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, të gjitha vatrat janë arritur të shuhen dhe nuk ka dëme në njerëz, banesa apo gjë në gjallë. Megjithatë, zjarret kanë ndjekur rreth 35.9 hektar sipërfaqe, kryesisht me shkurre dhe barishte. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 266 forca operacionale, 35 automjete zjarrfikse dhe helikopteri forcave të armatosura. Në kuadër të përballimit të situatës së zjarreve në jug të vendit, Forca Ajrore ka intensifikuar monitorimin ajror me dron, duke garantuar vëzhgim të pandërprer ditën dhe natën mbi zonat e rrezikuara nga flakët. I gjithë mekanizmi i mbrojtjes civile në nivel vendor dhe qendror mbetet i angazhuar dhe në ndjekje të situatës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.